Liderët e 4 partive parlamentare vendosin sot nëse ka kushte për zgjedhje të parakoshme më 11 dhjetor. Kryqi i Kuq njofton se janë mbledhur 940.000 euro ndihma nga qytetarët për rajonet e prekura nga vërshimet. Dal nga dal po zben shpresat e policisë për ta gjetur Elifin 16 muajshe. Arreston 6 persona gjatë aksionit Diga. Policia thot se ka shkatruar një rrjet trafikantësh droge. Përshëndetje, shikues të nderuar, jeni me edicionin qendror të lajmeve në televizionin Shenja. Liderët e 4 partive parlamentare janë duke diskutuar sot nëse janë krijuar kushte për zgjedhje korrekte dhe demokratike. Gjithashtu po diskutohet edhe për emërimin e antarit të 5 të Komisionit ad hoc për mediat. Për të mësuar më shumë hollësi për këtë takim, po lidhemi në linjë të drejt për drejt me gazetarin ton Arben Zeqiri. Përshëndetje Arben. Përshëndetje, atëherë këtu në klubin e deputetëve po vazhdojnë bisedimet mes liderëve tani më të 3 partive, atij të LSDM Zoran Zaev, kreu të BDI-s Ali Ahmeti dhe kryetari të PD-s Mendu Thaçi, pasi kryetari i VMRO-DPMN-s Nikola Gruevski ko më parë lëshoi mbledhjen duke njoftuar se ka pranuar propozimin e LSDM-s për krye redaktor të Radio Televizionit të Maqedonisë, edhe pse siç tha ai është vlerësuar si një gazetare e afërt me LSDM dhe që ka shërbyer në kohën e qeverisjes së LSDM-s. Ndërkohë, Gruevski tha që ka pranuar dhe metodologjinë e propozuar nga LSDM-ja opozitare për punën e agjencionit të mediave, ndërkohë që bisedimet kanë ngecur vetëm në zgjedhjen e antarit të 5 të ad hoc komisionit të formuar për ndjekjen e punës së mediave gjatë periudhës 100 ditëshe para zgjedhjeve. Burimet të televizionit Shenja brenda grupit që po negocion dhe shoqëruesve të liderëve partijak njoftojnë se tani më janë shtruar në tavolinë thuajse pjesa dërmuese e emrave të gazetarëve dhe redaktorëve shqiptar me eksperiencë, por secili prej tyre është i papranueshëm për ndonjërin nga 3 liderët që janë në tryezën e bisedimeve. Shumica e emrave cilët kanë qenë kritik për qeverinë mësohet se janë hedhur në mënyrë kategorike nga BDI, ndërkohë që VMRO për këtë pjesë i ka lënë BDI-s dhe LSDM-s që të dakordohen dhe vetë kreu i VMRO-DPMN-s Gruevski ka njoftuar që do të vijë vetëm të nënshkruajë marrëveshjen pasi që 3 partitë LSDM, BDI dhe PDSH të dakordohen dhe për pikën e fundit. Nëse kjo marrëveshje arrihet sonte, atëherë hapet rruga që zgjedhjet e ardhshme parlamentare të mbahen më 11 dhjetor. Ne do të qëndrojmë këtu në klubin e deputetëve për të ndjekur deri në fund bisedimet për pikën e cila në shikim të parë dukej më e lehtë, por u bë më e nxehtë ajo për zgjedhjen e antarit të 5 të ad hoc komisionit, i cili duhet të jetë shqiptar dhe me përvojë në sferën mediatike. Studio. Në rregull Arben, faleminderit për informacionet. Ndërkohë ne vazhdojmë me zhvillime tjera nga vendi. Lëvizja Besa u ka bërë thirrje 4 partive nënshkruese të marrëveshjes së Përgjinos para se të marrin çfarë do vendimi për datën e zgjedhjeve, paraprakisht të marrin vendim që askush të mos fshihet nga lista zgjedhore. Ashtu siç kemi argumentuar deri tani, ajo listë nuk përbëhet nga votues që nuk janë në Maqedoni, as nga votues që janë fiktiv, as nga votues me 2 adresa plot letër njoftime, siç kemi pasur informacione të konfirmuara se ka bërë ky pushtet, madje as nga votues që mund të jenë sjellë nga ndonjë vend banim jashtë Maqedonisë, por bëhet fjalë për njerëz që jetojnë në Maqedoni, që kanë dokumentacion dhe qëndrim të rregullt në vend. Prandaj u bëjmë thirrje 4 kryetarëve të partive pjesëmarrëse që të mos e shkelin kushtetutën e vendit dhe mos të lejojnë që askujt t'i merret e drejta universale për të zgjedhur dhe për të qenë i zgjedhur, thuhet në reagimin e lëvizjes Besa. Ndërkohë më herët antarët e Komisionit ad hoc nuk kanë arritur që të zgjedhin antarin e 5 të trupit, duke e lënë këtë si çështje
që do të diskutohet në takimin e liderëve partijak. Kompletimi i trupit ad hoc është një ndër kushtet për zgjedhje të drejta dhe demokratike. Ky komision do të përkujdeset për monitorimin e raportimit të medjeve 100 ditë përpara zgjedhjeve. Nuk është arritur konsenzus për përzgjedhjen e antarit të 5 të trupit ad hoc. Dimishkova dhe Qilimanov nuk u pajtuan për zgjedhjen e Sefertairit dhe sipas antarit të trupit ad hoc Lubomir Kostovski nuk kanë propozuar ndonjë kandidat të ri. Për Kostovskin është e paqartë se pse nuk duhet të zgjidhet antari i vetëm që ishte në garë të ngushtë, tani pasi edhe kandidati tjetër Daud Dauti është tërhequr pikërisht për këtë gjë, për të mos qenë pengesë për zgjedhjen. Ne kemi një orientim, sepse tani më ka mbetur opsioni i vetëm në të gjithë këtë garë të zgjedhjes. Ju e dini se kur ka gara, në fund mbetet vetëm një person. Mendoj ishte e logjikshme ta zgjedhim dhe unë prita se ndoshta edhe do të jetë një procedurë e shkurtër, e qartë dhe decide në drejtimin ton, sepse në fund të fundit ai është një kandidat i cili nuk ka asnjë mangësi dhe nuk ka se përse të kapeni që të mos e votoni. Pse tani nuk ka orientim, duhet të përgjigjen ata që duhet të japin drejtim. Unë nuk dua t'i fajsoj as kolegët, thjesht janë vendosur në një situatë që të presin. Nga ana tjetër, Cvetin Qilimanov, antari propozuar nga VMRO DPMN, tha se nuk ka ndonjë vërejtje për propozimin, por problematike është mënyra se si po insistohet vetëm në një zgjedhje, sikur të mos ketë alternativë tjetër prej 10 kandidatëve. Ndërkaq ekspozimi në media të 2 kandidatëve që ishin në garë të ngushtë e konsideron sikur një punë të qëllimshme vetëm për ta pastruar terrenin për njërin kandidat. Moram da kažem дека од првиот ден на овие разговори имаме еден член на телото кој што упорно инсистира. Duhet të them se që nga dita e parë e këtyre bisedimeve kemi një antar të trupit i cili insiston se vetëm një nga 10 kandidatët që janë të paraqitur si të përshtatshëm, vetëm ai duhet patjetër të jetë i zgjedhur dhe ajo realisht deri më tani ka bllokuar çdo mundësi për arritje të ndonjë vendimi të përbashkët. Unë disa herë, por edhe tani zotri Kostovskit i propozova nëse vërtet insiston dhe derisa me të vërtet duhet ai një kandidat të cilin e ka zgjedhur të jetë antar i komisionit, ai don të thotë Kostovski të tërhiqet nga komisioni dhe në vend të futet ky antar si përfaqësues politik, si të doni quani, që pastaj ne të katër të punojmë në mënyrë normale dhe të arrijmë marrëveshje për antarin e 5. Kompletimi i trupit ad hoc është një ndër kushtet për zgjedhje të drejta dhe demokratike. Ky komision do të përkujdeset për monitorimin e raportimit të mediave 100 ditë përpara zgjedhjeve. Kryqi i Kuq i Maqedonisë ka njoftuar se deri më tani janë grumbulluar 940.000 euro për familjet e prekura nga vërshimet në Hasanbek dhe rrethin. Zyrtarët e Kryqit të Kuq kanë njoftuar se shpërndarja këtyre të hollave nuk do të bëhet këtë javë siç ishte planifikuar, duke i dhënë më shumë kohë komisionit që të përfundojë përpilimin e listave të personave që kanë pësuar dëme nga vërshimet. 940.000 euro është shifra që Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë ka grumbulluar për familjet e prekura nga vërshimet. Aksioni për grumbullimin e të hollave zgjati rreth 20 ditë. Mirpo, edhe pse ishte planifikuar që shpërndarja e këtyre të hollave të bëhej gjatë kësaj jave, është shtyr për javën e ardhshme, me qëllim që komisioni të përfundojë përpilimin e listave të personave që kanë pësuar dëme nga vërshimet. Sekretari i përgjithshëm i Kryqit të Kuq bëri të ditur se arsyeja tjetër që shpërndarja e të hollave është shtyr për javën e ardhshme është se presin që kësaj shume t'i bashkohen edhe 6 milion denar tjera, si dhe transferimi i të hollave që kanë grumbulluar operatorët VIP dhe T-Mobile. Presim edhe 6 milion denar nga biraria e Shkupit, të cilët e kanë vërtetuar donacionin mirë po s'kan bërë ende si pagesë, nga qyteti Bonn i Gjermanisë, afër 1 milion, agjencioni për audio dhe video shërbime, më thënë gjithsej 6 milion. Sa i takon të shpërndarjes së tyre, në këtë kontekst duhet përmendi se momenti cilin ne presim të startojmë është dita e hënë që vjen. Këtë ju theme që se të hollat të cilët janë grumbulluar në operatorët siç është One edhe T-Mobile, do të transferohen në Kryqin e Kuq ditën e hënë. Said Saiti gjithashtu tregon për furnizimet me të mira materiale që Kryqi i Kuq ka bërë gjatë periudhës 3 javore për vendet e vërshuara. Sa i takon të mirave materiale, gjatë aktiviteteve tona dhe punës që kemi bërë deri tash në terren, Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë ka bërë distribuimin e 34.232 pakove me ushqim, 31.000 më thënë ushqime të nxehta, 46.377 litra prodhime qumshtore, afër 8.000 pako higjienike edhe kështu me radhë.
Sipas Saitit, opinioni duhet të ketë parasysh që Kryqi i Kuq është vetëm një agjencion i organizuar i cili pretendon obligime që i merr përsipër t'i realizojë me efikasitet, por është punë vullnetare dhe humanitare, ndërsa detyra e shtetit është që të kompenzojë dëmet e familjeve që kanë pësuar nga vërshimet e 6 gushtit. Numri i familjeve për të cilët do të shpërndahen të hollat është rreth 4.000 deri 4.500, por sigurisht kjo shifër nuk është definitive, ndërsa sasia e të hollave për çdo familje parashihet të jetë nga 230 deri 250 euro për familje, meqense kjo shpërndarje bëhet në mënyrë lineare, që do të thotë sasi e njëjtë të hollave për çdo familje dhe për çdo vend që është prekur nga fatkeqësia natyrore. Qeveria e Kosovës në mbledhjen e mbajtur sot ka marrë vendim për ndarjen e mjeteve financiare në vlerë prej 50.000 eurosh për qytetarët e Republikës së Maqedonisë, të cilët janë goditur nga vërshimet më 6 dhe 7 gusht. Ministri i Punëve të Jashtme Enver Hoxha i tha se Republika e Maqedonisë është goditur nga vërshime të mëdha, ku janë goditur edhe pjesë të lokaliteteve të banuara me shqiptar. Në shenjë solidarizimi dhe në frymën e fuqinisë së mirë Kosova duhet ta ndjek shembullin e mirë në rajon dhe të ndajë mjete prej 50.000 eurosh, tha ai. Qeveria po ashtu ka marrë vendim për ndarjen e 80.000 eurosh për shlyerjen e obligimeve për vitin 2015 dhe 2016 për kryerjen e obligimit financiar të qeverisë së Kosovës në Këshillin për Bashkëpunim Rajonal me Seli në Sarajevo. Policia është skeptike për gjetjen e Elifit 16 muajshe, e cila u zhduk natën e vërshimeve në Hasanbek. Ministri i Brendshëm Mitko Çafkov tha se ushtria dhe policia së bashku janë vazhdimisht në kërkim, por se gjithnjë më shumë po bien shpresat për të gjetur vajzën e vogël. Kërkimet megjithatë do të vazhdojnë derisa familjarët të kërkojnë një gjë të tillë. Elifit janë zhdukur gjurmët natën e vërshimeve dhe prej asaj nate familjarët ndihmojnë nga njerëz të ndryshëm vullnetar dhe nga autoritete për ta gjetur, por deri më tani as nuk janë përafruar informatat se ku mund të pushojë trupi i vajzës së vogël, të cilës atë natë i ndërroi jetë edhe babai. Deputetët e partive maqedonase në pushtet dhe të opozitës janë përplasur sot gjatë seancës së kuvendit, ku është diskutuar rishikimi i dytë i buxhetit brenda një muaji, ndërsa deputetët nga radhët e BDI-s dhe të PD-s kanë qëndruar të heshtur, duke mos diskutuar për projektet që do të shkonin për shtat qytetarëve shqiptar. Rishikimi i dytë i buxhetit brenda një muaji ka vazhduar të përplas deputetet e pushtetit dhe opozitës maqedonase, përderisa debati është i heshtur nga partitë shqiptare, ku nuk është shënuar asnjë replikë dhe kundërreplikë mes BDI-s dhe PD-s, nëse ndryshimet e buxhetit janë ose jo në interes të qytetarëve shqiptar. Gjatë ditës së dieshme nga BDI, foli vetëm deputeti Rexhail Ismaili, duke thënë se mbështesin propozim buxhetin e ri për faktin se do të mundësojë dëmshpërblimin e të dëmtuarve nga vërshimet. Por deputeti i PD-s Ernat Fejzullau ka vlerësuar se me lutjet e deputetit Ismaili ndaj ministrit Kirill Minovski dëshmohet pafuqia e BDI-s. Si mendoni ju me 500 euro do ta zbutni dhimbjen? Aq më tepër përfaqësuesi i Bashkimit Demokratik për Integrit gjej pam në mënyrë origjinale ashtu siç janë. Pa dinjitetshëm, i përulur, zari i dridhët, i drejtohet ministrit, thot ministri, të lutem, shife për kujdesu pare të hapin. Se njënit t'i hapin, tjetin se hapin. Pse vetëm të shqiptarët që nga problem njënit, po tjetrit jo. Nuk dëgjun një pjesë Maqedonas që të ketë këtë problem. Nga LSDM, deputeti Vasko Kovacevski përsëriti qëndrimin e socialdemokratëve se pushteti merr hua për të kompensuar dëmin nga vërshimet dhe nuk i ndalon projektet jo produktive, pasi tenderet për realizimin e tyre i kanë marrë kompanitë e afërta me partitë në pushtet, ndërsa akuzat e këtilla i hodhi poshtë deputeti i VMRO DPMNE-s Sashko Jakimovski, i cili tha se në mungesë të ofertave për qytetarët, opozita përsërit kritikat e njëjta dhe të pabaza. Nga ajo që dëgjuam në diskutimin e djeshëm për këtë buxhet, pushteti i VMRO DPMNE-s nuk planifikon të tërhiqet nga këto harxhime,
dhe shumë mirë e dim pse nuk dëshiron të largohet, sepse aty ka përqindje, aty ka tender të porositur, aty ka të involvuara firma të afërta të pushtetit VMRO të BMN dhe BDI, andaj ky pushtet më parë do gjej mënyrë të marrë huat qoftë në tregun e brendshëm ose të jashtëm, sesa të tërhiqet nga harxhimet jo produktive. Nuk mund të mos përmendim rrotën panoramike dhe të tjerat, para se të thoni se të gjitha këto punë të parashikuara, parashikojnë edhe obligime të caktuara dhe nuk mund të ndalohet diçka më njerë për të cilën më parë është të vendosur të bëhet. Këta e thoshit edhe para çdo buxheti, por edhe kur pushteti propozonte që do të rriste pensionet, a do të ketë, a nuk do të ketë, por ja për 10 vite më radh pensionet rriten, ndihmat sociale rriten. Deputetët edhe sot kanë vazhduar të shpalosin argumentet dhe kundërargumentet e tyre nëse duhet të bëhet rishikimi i buxhetit, ndërsa të njëjtën ose të premten, deputetët duhet të fillojnë edhe diskutimin për 11 amendamentet e dorëzuara nga opozita maqedonase. Policia e Maqedonisë ka arrestuar 6 trafikantë që dyshohen për trafikim të drogës dhe larje parash. Ministri i Brendshëm Mitko Çafkov ka njoftuar se këta persona kanë qenë të ndihmuar nga një inspektor policie, prokuror dhe një drejtor spitali, të cilët janë kapur më herët në kuadër të aksionit rrjeti. Për 2 vjet, policia ka kapur afro 30 pjesëmarrës të këtij rrjeti, ndaj të cilëve janë caktuar masa adekuate. Ministria e Punëve të Brendshme ka kapur krerët e një rrjeti të gjerë trafikimi me drogë dhe larje parash, që ka vepruar në Maqedoni dhe jashtë vendit, siç njoftoi Ministri i Brendshëm Mitko Çafkov. Në kuadër të aksionit Diga janë arrestuar 6 trafikues, kryesisht nga Shkupi dhe një është në Arrati. Çafkov kujtoi se veprimet e tyre kanë qenë të ndihmuara nga një inspektor policie, prokuror dhe një drejtor spitali, të cilët janë kapur më herët në kuadër të aksionit rrjeti, që të 3 janë nga Manastiri. Njëri prej organizatorëve të këtij rrjeti tashmë është në paraburgim. I bide podnesena krivična prijava protiv 7 lica. Do të ngriten padi penale ndaj 7 personave në dyshimin se kanë kryer veprën penale, prodhim dhe shitje të paligjshme të substancave narkotike, vepër e cila ndëshkohet në bazë të nenit 215 alinea 3 nga Kodi Penal. Policia thot se gjithë personat e përfshirë kanë marrë përqindje të caktuar nga fitimi i dal nga shitje të substancave narkotike, por pjesa dërmuese ka shkuar për organizatorët. Policia megjithatë do të vazhdojë të kërkojë të përfshirë të tjerë në këtë veprim. Por de karakteristikët e kriminalната grupa, për shkak të natyrës se këtij grupi ka nivel të lartë të ndikimit korruptiv dhe ka lidhje të brendshme të forta, institucionet përkatëse do të vazhdojnë me sigurimin e provave shtesë dhe gjetjen e personave të tjerë të përfshirë, do të vazhdohet edhe hetimi financiar. Për 2 vjet, policia ka kapur afro 30 pjesëmarrës të këtij rrjeti, ndaj të cilëve janë caktuar masa adekuate. Janë konfiskuar mbi 4 kg marihuan, 75 tableta ekstazi, mbi 9 kg kokainë, tableta MDMA dhe 1.6 ml vaj hashashi, pas çka janë ngritur padi penale ndaj 10 personave. Grupi kriminal ka vepruar në Shkup, Gostivar, Sveti Nikol, Shtip, Koçan dhe Manastir. Mjetet e gjetura gjatë bastisjeve janë dërguar për ekspertizë në laboratoret policore. Dënimi minimal për persona që prodhojnë dhe trafikojnë lëndë narkotike në mënyrë të organizuar është 5 vjet burg. Të punësuarit në administratën gjyqësore, të cilët plot 2 muaj bën gref duke kërkuar ndryshimin e ligjit për shërbime gjyqësore, rritje të rrogave, kthimin e orarit nga ora 7:30 deri në 15:30, si dhe të paguhet 5% i premtuar, do të dërgojnë kërkesë në Strasburg nëse pas reformave në shtet nuk ndërmerret asgjë për ta. Derisa të sjellim një vendim të prerë, ne do ta vazhdojmë luftën tonë, përsëri nëpërmjet institucioneve duke ju dërguar padi. Ne jemi të respektohet ligji dhe aty ku ne kemi merituar të jemi të dënuar, atë do ta pranojmë. Ndërkohë që aty ku janë bërë gabime dhe aty ku jemi të dënuar për mos respektim të ligjit, pa dallim strukturës politike në qeveri, ne nuk do të ndalemi prej të drejtës sonë, nëse duhet shkuar dhe që do të shkojmë në Strasburg. Në Kosovë kanë dalë para gjykatës 6 aktivistë të televizjes vetëvendosje, të cilët akuzohen se kanë sulmuar me granatë ndërtesën e kuvendit.
Zëdhënësi i presidencës turke thotë se Turqia nuk ka asnjë problem me kurdët e Sirisë, por me terrorizmin e Partisë Punëtore të Kurdistanit. Eci më tej me zhvillimet nga rajoni dhe skena ndërkombëtare. Në Kosovë kanë dalë para gjykatës 6 aktivistë të televizjes Vetvendosje, të cilët akuzohen se kanë sulmuar me granat ndërtesën e kuvendit. Deri më tani prova që besohet se i posedon prokuroria janë rreth shitjes motocikletës dhe një telefoni Samsung të përdorur gjatë sulmit. Në anën tjetër, familjarët e 6 aktivistëve kanë theksuar se armët që janë gjetur në shtëpi nuk janë në pronësinë e aktivistëve, por janë pronë familjare që i kanë trashëgim nga lufta çlirimtare e Kosovës. 6 aktivistë të televizjes Vetvendosje të arrestuar dje si të dyshuar për sulmin me granat në kuvendin e Kosovës më 4 gusht të këtij viti, janë dërguar në Pallatin e Drejtësisë për të dalë para gjykatësit të procedurës paraprake. Ata do të merren në pyetje dhe gjatë ditës pritet që gjykata të vendosë për masën e sigurisë ndaj tyre. Provat rreth shitjes së motocikletës dhe një telefoni Samsung besohet se janë provat kyçe të cilat prokuroria e shtetit do i përdorë ndaj 6 aktivistëve: Adhe Arifi, Astrid Dehari, Adea Batushi, Egzon Haliti, Petrit Ademi dhe Frashër Krasniqi. Si prova paraqiten vëzhgimet të cilat policia i ka kryer gjatë lëshimit të komunikatës, e cila merrte përgjegjësinë për sulmin. Komunikata besohet të jetë lëshuar duke përdorur një telefon Samsung, i cili ishte blerë në sheshin Skënderbeu prej njërës nga antarët e grupit. Familjarët e 6 aktivistëve gjatë një pres konference kanë theksuar se armët që janë gjetur në shtëpitë e tyre nuk janë në pronësinë e aktivistëve, por janë pronë familjare që i kanë pasur trashëgimi nga lufta çlirimtare e Kosovës. Po armët janë të mia, mi kalon djali ndjerë, astitja që ka ditë ato armë. Ato kanë qenë konzervume, nuk janë përdor. Policia kur hënë ndjen shtëpi, më mëngjes herët, më thanë ati armë dhe ja dorëzova armën. Ato armë kanë trashëgim prej babgjyshit, babës edhe e kom pasë nënë. E kom pa leje, bona kërkesë prej policisë, thash më kthis, thash më nxjerr lejen, tha shko pëp tha atje në stacion. Tha kështu thash çfarë po thojnë. Edhe ato helmetat që i parë dje në televizion, ato janë personal të mia. Sonë voziti motor, do më thonë që nuk i qesëm ato se janë me ta vish kontroll. A unë dje i poshtë në televizion që i këshin qira, ajo është personale jam, ja nuk e vëna kur kusht tjetër përveç meje. Egzoni asë që din migro motorit. Ndërkohë mekanizmi kombëtar për parandalimin e torturës i institucionet të avokatit të popullit, me një njoftim zyrtar, bën të ditur se kjo organizat ka vizituar qendrën e ndalimit në Prishtinë dhe se kanë parë që nuk ka shkelje procedurale apo ankesat të arrestuarve për tejkalim të kompetencave të policisë. Vizita u realizua pas ftesës së lëvizjes Vetvendosje, ku sekretari i partisë Dardan Molliçaj kishte deklaruar se aktivistët e arrestuar janë rahur në stacionet e policisë. Akuzat e tilla janë mohuar nga përfaqësuesit e policisë së Kosovës. Partitë e koalicioni qeverisës në njërën anë dhe opozita në anën tjetër po i konsolidojnë radhët e tyre në prag të seancës plenare të 1 shtatorit, kur pritet të vihet në votim në kuvent ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. 2 partitë në pushtet, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, kanë mbledhur ndaras kryesit e tyre dhe në fund i kanë dhënë mbështetje ratifikimit marrëveshjes, ndonse ka deputet që në forma individuale janë deklaruar se nuk do ta votojnë këtë marrëveshje. Ndërkohë opozita ka qëndrime të qarta kundër demarkacionit, por format e kundërshtimit dallojnë. Lëvizja Vetvendosje ka paralajmëruar kundërshtimin e kësaj marrëveshje si me aktivitete në kuvent, ashtu edhe me protesta në rrugë. Ndërkohë 2 subjekte tjera opozitare, Aleanca për Argëmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, kanë ritheksuar se nuk do të jenë pjesë e protestës së thirrur nga Vetvendosja, por kanë ftuar liderët e institucioneve që të heqin dorë nga marrëveshja aktuale me Malin e Zi për shënjimin e vijës kufitare. Zëdhënësi i presidencës së Turqisë Ibrahim Kalin deklaroi sot se Turqia dënon ashpër se cilën tentativë të qarqeve të caktuara të cilat ofenzivën mburoja e Eufratit, e cila është nisur në veri të Sirisë për të neutralizuar elementet terroriste, e paraqesin si një ofenziv kundër kurdëve sirian dhe si operacion me të cilin bllokohen interesat kurde në atë rajon, raporton Agjencia Anadolu. Nuk bëhet fjalë për diçka të tillë. Turqia nuk ka asnjë problem me kurdët e Sirisë. Turqia nuk ka problem as me kurdët në Turqi, Irak apo Iran.
Pra nuk kemi problem me asnjë kurd apo popull në rajon. Ne kemi problem me PKK-n, pra kemi problem me organizata terroriste, deklaroi Kalin në Ankara. Aeroporti i Frankfurtit në Gjermani raportohet të jetë duke u evakuuar për shkak të një alarmi për bombë. Mediat vendase përfshirë gazetën Bild bëjnë të ditur se një pasagjer është pikasur me një pajisje shpërthyese teksa përpiqej të kalonte kontrollet e sigurisë. Një pjesë e konsiderueshme e terminalit 1 në këtë aeroport është boshatisur nga udhëtarët, teksa operatori që shërben në të njoftoi se një pasagjer kishte kaluar nga ana e pistës pa përfunduar totalisht kontrollin e sigurisë. Policia Federale ka boshatisur zonat Pierce A dhe A+, ndërsa pasagjerët do të nështrohen sërish kontrolleve, tha Fraport për Reuters. Një zëdhënës e këtij operatori shtoi se shkelja kontrolleve të sigurisë mund të sjellë si pasojë edhe shtyrjen e disa fluturimeve nga ky terminal që përdoret më së shumti nga linja ajrore Lufthansa. Tajfuni i cili goditi pjesën veriore të Japonisë duke shkaktuar përmbytje dhe shembje të shtretërave të lumenjve ka lënë të vdekur së paku 11 persona, ndërsa 3 llogariten si të zhdukur, raporton Agjencia Anadolu. Agjencia lokale e lajmeve Kyodo informoi të mërkurën se nga viktimat e paraqitura, 9 janë gjetur në afërsi të një azili për pleq ku besohet se kanë jetuar. Këshilli lokal për mirëqenie sociale është cituar të ketë thënë se rreth 70 apo 80 banorë të azilit për pleq janë evakuar me helikopter. Në ishullin Hokkaido, 3 persona llogariten për të zhdukur pasi kanë rënë në lumenjt me ujëra të mëdha në qytetet Taiki, Shimizu dhe Shintoku. Kandidati republikan për në shtëpinë e bardhë Donald Trump bëri një udhëzim surprizë në Meksik për të takuar me presidentin e vendit Nieto. Një vendim ky i marr pak orë para mbajtjes së një fjalimi të rëndësishëm për emigracionin. Një lëvizje surprizë ajo e kandidatit republikan për shtëpinë e bardhë Donald Trump për një vizitë surprizë në Meksik për të takuar me presidentin Enrique Pena Nieto. Udhëtimi vjen pak orë para një fjalimi të shumëpritur për emigracionin. Në një mesazh në Twitter, Trump shprehej i emocionuar për takimin me presidentin meksikan. Një udhëtimi i papritur ky në një moment kur Trump përpiqet të sqarojë qëndrimin e tij për emigracionin e paligjshëm, një temë që ka qenë ndër kryesorët e fushatës së tij elektorale. Shpesh ai bën apel për dobimin e personave të cilët aktualisht jetojnë në mënyrë të paligjshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe ka propozuar ndërtimin e një muri përgjatë kufirit me Meksikën. Shikues të nderuar, ndoqët edicionin qendror të lajmeve në televizionin Shenja. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Natën e mirë.